Ka një problem të madh, se nuk është se struktura soçme, po them, djemt e vajzat tuaja, djemt tonë, vajzat tona. Nes na janë bërë për punë akoma, po? Po bje lafi se nuk e thash... Na bërë, po leqa që atë, vetë the që e kam gocët goxha të rritur. Unë e dje që mund të kishe një 12 vjeç. Ti e kishe gocën goxha të rritur. 15. 15. Prapë më duket... Po s'është për punë. Duke shumë ere. Faleminderit. Gjithsesi, po të marrësh të studiosh, ose edhe të qikosh me një sy, se si ka qenë niveli i në punësve të viteve 90, 2000, 2010, ka qenë për të qarë. Shumë për e tyre ishim pa nivel. Ose të trashëguar, ta maroj, të trashëguar nga e kaluara, flasë për vitet 90, ose të trashëguar nga e kaluara, u përpoqen. Puna është se i vetëmi nivel që rritet avokat, niveli korrupcion. Ata mbaroj se nuk po më kupton se ku du me dalë. Sot, vajzat dhe djemë që kemi në administratë qëtërore, i kemi më të arsimuar. Madje në vinë edhe nga universitete... Janë më të korruptuar. Më falë, universitete me emër. Roftë arsimi ku janë më të korruptuar. Më falë. Më falë. Po të qikosh, po të vëshëre qëfar ka sot që më fuan nga e kaluara. Pasioni. Mungon pasioni. Edhe dorëheqja. Mungon 1, dorëheqja. 2, ka hyrë servilizmi... Se ka hik institucioni dorëheqjes, ma tuaj pak. Gjithmonë ka Ka hyrë servilizmi... Jo, është rritur servilizmi. Sepse servilizmi të mban karriken. Dhe servilizmi të mban dhe interesat. Kjo është loja që luhet. Po dorëheqja, pse është... Jo, vetëm një gjëtë, mos të bëjmë tash një gjithë administratën, tash një si ku janë gjithë korruptuar. Pse nuk është fare dorëheqja si nocion. Nuk pyet njeri për dorëheqje. Pasi frymë, jo, tani. Nuk ekziston, po. Servilizmi po, korrupcioni është një tjetër. Por cilësin unë nuk bie do dakord. Jo, unë jam dakord me zotrin që është rrit, ka dhe një aspekt tjetër. Dikur, unë po them, para 10 vitesh, jo më koti përmenda, po them Ministrinë e Kulturës, para 10 vitesh drejtor libri ishte Stefan Çapaliku, një shkrimtar i nderuar. Po në letrave, patjetër. Vasil Tole, drejtori i trashëgimisë akademik. Tani i thua emër mbi emër, thua ka qenë Artan Shkreli. Ka qenë ai Vasil Tole shkoi u bë zëvendëskryetar akademie. Se ecin njerëzit. Atëherë do zëvendësohen brezat. Jo, ajo po thotë që s'ka të njëjtin zëvendësi. Anonim, nuk i kanë të njëjtin zëvendësi për pajtimin. Po flas për specialistë. Ka qenë Gjera Karaiska, i drejtori i Institutit Monumente. Më falë. Ajo njerëz të cilët kanë pas një lloj... Ajo që thoni ju, ajo fillon që nga ministrat. Kjo ishte edhe pyetja. Të lutem. Mos ndoshta ndryshimet e shpeshta të ministrave, po prishin punë se vjen njëri si... Po të them një gjë, duke filluar nga qeveritë e viteve 90. Sa ministra ke që si manë mund emrin. Ka punu ministra, më kanë drejtuar shtetin. Dhe nuk mbahen mënd. Nuk e harron. Se një është ministra. Po edhe mirë më mirë, është parlament. Me perspektivë. Po flas. Shiko, e kam për publik. Janë dollëm. Një sekond.